Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Do e nisi pak më ndryshe për shkak të një situatës ndryshe, sepse e vetëm një fjalë që shkruhet dhe lexohet është fjala ndryshe. Provojeni dhe do të bindeni. Shkruani ndryshe dhe lexojeni pra ndryshe. Gjyshe ime Rameti pas shpirti thoshte viteve 1912-1914 në Ballkan, plasën luftat ballkanike. Kjo histori, nuk thoshte ajo, po ajo thoshte diçka tjetër. Erdhi Serbi parë, një vit ndeti, pastaj erdhi Bullgari parë, një vit ndeti. Erdhi Serbi ditë, një vit ndeti, dhe erdhi Bullgari ditë, një vit ndeti. Dallimi. Në kohën e Serbit edhe diçka mund të gjende të bleshë. Në kohën e Bullgarit jo. Vishin e përshpia dhe mlidhshin çdo gjë. Dhe qytetarët të tyre ditëve në Maqedoninë Perëndimore, posaçërisht ata të cilët janë të papunë, po kanë telashe të mëdha me ngrohjen, me ndotjen e ajrit e kështu me radhë. Por ajo e cila të shtyn të mendosh ndryshe është një lagje mjaft atraktive është krijuar në Shkup, në Butel. Një lagje pëlqyer nga ish-ministrat shqiptar, ish-drejtorët shqiptar, ish-ambasadorët shqiptar, ish. Dhe kuptohet mjekëve dhe felave të tjera, profesionistë. Por ajo që kohëve të fundit komentohet për këtë shtëpi sigurisht në Vodno të bllokut Maqedonas. U komentua edhe për plasjet që pati Bihar Osmani dhe Izzet Mexhiti në kampanjën për kandidatura për kryetar komunësh në Çejr. Po ashtu, edhe Antonio Miloshovski nga Vëmëra të Pronemi, datë 19/9/2017 në Kuvend, e akuzoi Izzet Mexhitin, ndërsa tash janë në koalicion. Ta dëgjoni. За да я покрият своята неспособност или корупция. Градоначалникот на Чаир Изет Меджити има земено 14% провизија за Боштарот Скендербе. 450.000 евра има земено Изет Меджити. Po pra, dhe me siguri nga të para ai ka bë shtëpi në Çajir. O bujar, ta kesh të qartë, pa marrë parasysh se humbe. Ishin shok fëmërie. Shumë mirë ja dishin njëri tjetrit situatën. Ajo cila nuk befason, por është reale, tyre ditëve. Ish avokati i shtetit Fehmi Stafa nga Gostivari. Pas ka blet 2 prona në komunën e Butelit, sot e lajmi. Ky përndryshe është ai avokati i famshëm i cili deshi të fitoj brenda një dite 50.000 euro dhe u kap. Pra, 2 prona në komunën e Butelit i shoh të jenë të ish avokatit të shtetit Fehmi Stafa, por që të njëjtën nuk i ka deklaruar. I ka në emër të familjare. Parcela me numër 288/1 dhe 2854 në rrugën Drimkov. Rezultojnë në emrat Betim Stafa dhe Ferdese Stafa. Thot burime të Alsatit. Pra, janë i biri Fehmi Stafës dhe e ëma. Mos u çuditni, nuk është kjo kurgjë. Ama kurgjë nuk është kjo. Kurgjë nuk është. Sepse po të hy, jo revizioni dhe shumë shka tjetër policia financiare, shqiptarët e krijonin një trup koordinues të shifrin se si kanë arritur dhe prej ardhe e pasurive, pra Buteli vërtet është bë Vodno. Vërtet. Kush mërin, vjen në pushtet dhe bën punët e saj. Jo për popull. Shqyqyr që Bilal Kasami këtu jeton në shtëpinë e babait, dhe a e ka, nuk e ka në vinkull, koha do të tregoj. Nuk flas për dokumentacionin, për vijën e ndërtimit. Dhe nga ajo që po dëgjoj nga gazetarët e bllokut Maqedonas në vitin 2026 këtyre ditëve. Pra, në vitin 2026 do duhet të filloj të vlej ligji për përdorimin e gjuhës maqedonase, i cili kaloi me datë 06/02/2024. Dini kush ishte në atë kohë? BDI-ja. Ai telat i famshëm që nuk lente bjere miza në tokë. Kë nuk punsoj. Edhe armiqe dhe miqe dhe
a mos flasim për rrethin e ngushtë familjar. Pra, ka hyrë në fuqi ky ligj për përdorimin e gjuhës maqinase dhe Inspektorati për përdorim të standardizuar të gjuhës maqinase në kuadër të Ministrisë së Kulturës tash të tje, siç thonë ata, për shkak të nëshmimit që i bën gjuhës shtetërore, pra gjuhës maqinase në shkrimet e shtetërore lokaleve të tjerë, posaçërisht në Pollok, do filloj kontrollet, pra, vitin 2026, datën nuk ma kanë dhënë. Dhe atë, dënimet do variojnë nga personat fizik që kanë lokale në persona juridik, por vetëm një gjë ditë. Starti është 1.500 euro e lartë. Pra, kujdes, ju që keni reklama, plakata, e kështu radhë të ngjitura në shqiptarët e juve, dhe duhet të jenë në di gjuhë, jo si tash në një gjuhë. Pra, këtu ishte krejt filozofia e qëndrimit të këtij ligji që e solli BDI. Tjetër diçka që nuk lën rahat është edhe konkursi për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Nga ajo që u pa deri tash, janë gjithsej 15 kandidatë të regjistruar, siç thotë televizioni 24, sepse kush është në pushtet vëmëro dhe pëmëneja. Dhe nga ajo që doli, nuk po e shoh ndonjë shqiptar nga Tetova që ka konkuruar HPR. Nuk e shoh. E shoh po një zonjë nga Tetova, Svetlana Karapetrova, është kushërirës e familjare shumë e afërt e ministreshës së financave Dimitrovska Koçovskës. Dhe kuptohet, Karapetrova në Tetovë me vëmëro dhe pëmënen janë majka. Nuk po shoh se ka nga Tetova, është vetëm një djalosh nga Gostivari, në fshatit Shajl, e kështu me radhë pra. Dhe antarja e dikurshme, Ditmire Sheu, zonja juriste nga Gostivari. Pra, nga Tetova asnjë çudi. Por çfarë bën Vleni, çfarë bën Besa? Pse nuk angazhuan njerëzit e tyre? Këtë akuzojnë pastaj? Paraprakun? Dhe do ndalemi për fund edhe në diçka tjetër. Ju që zgjoheni herët apo vonë, nuk e di. Unë zgjohem rreth orës 4, sepse një nipi imi nuk po më lën rahat, sa dëgjon lehjen e qenëve dhe Bilalli nuk do të 5 parë të ape për qenë në përlagje. Dilni sonte dhe vëreni se çfarë ndotje dhe çfarë ere i vije ajrit në Tetovë, ora 4 të mëngjesit. E kjo vërtet nuk dërohet. Si ishte e shpreha popullore që e përdorshin vëllezërit nga Krushevska Republika? Ako si turshin, so e sap. Ne jemi këtu o Bilal, ne jemi njerëzit e këtij qyteti, s'kemi ku të shkojmë. Dal nga dal edhe do helmohemi. Unë ju përshëndes, ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani.